ky na ka fut në varr. Ka ngel vetëm me na hedh lopatën me dhe, e më na shkruajt emrin Koka. Shqipëria vdiq, kombi shqiptar vdiq. Kupton? Ky të gjitha i ka bë. Miq të Piskut, ju përshëndes, uroj që t'jeni mirë dhe ja ku ritakohemi sërish me bisedat tona tashmë të frytshme. E kemi lënë sheshin për ato pyetje me ato ngacmime, me ato gjërat që duken pikante dhe që shpërndahen sa ndaj këtej, por kemi marrë një mision shumë human, njerëzor dhe patriotik, qytetar, që po tregohet për shumë ditësh, që edhe ata që ndoshta kanë qenë njerëzit më indiferent të shumë problemeve që ka pas Shqipëria, që ne her pas here kemi ngritur si shqetësime, po e shohim që janë bashkuar në këtë revolt popullore, qytetare, që po japin një zëri, shqetësimin e tyre po e ngrenë dhe po flasin dhe zemra rreth një, vetëm për tokën shqiptare, për Shqipërinë, për shqiptarizmin dhe për njëri tjetrin. Më në fund ndodhi ajo që unë e kam pas si dilemë, si pikpyetje, duke parë situatat e ndryshme që vështirë t'i japim dorë njëri tjetrit. Dhe sot ka një njeri që është njeri, kjo është ajo çka është më e rëndësishme, prandaj e bëj edhe këtë lloj hyrje, që jemi takuar rastisht në qendër Tiranës, dhe ka qenë një grumbullim tjetër, një lloj proteste tjetër, ku kam takuar zotin Fitim Sula, matjan, skulptor dhe shkrimtar, edhe më ka thënë një shprehje tek ajo bisedë gjatë që është shprehur, ka thënë që populli shqiptar do të ngrihet. Edhe unë isha që u habita tek ajo gjë, dhe jemi takuar, pothuajse gjithë këto ditët jemi parë atje në shesh, ku kanë qenë gjithë shqiptarët. Dhe unë e falenderoj shumë që ka qenë prezent, jo vetëm zotin Fitim, por çdo shqiptar që kanë qenë atje, unë e kam thënë vazhdimisht, fatmirësisht ka ardhur zëri sot. Dhe e falenderoj që ka gjetë kohën që është sot në studio për të na dhënë disa gjëra, nga ajo se doja më shumë duhet shuhet e kureshtjen, se nga kisha atë besim që ma ke thënë që atëherë dhe sot më konfirmua. Faleminderit që më solle këtu përballë te një gazetar i papaguar nga lobe, klane, masralliqe që ndodhin jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën sot. Dhe të falenderoj për këtë. Faleminderit për konsideratën këtë kalëm direkt e tema. Për sa i përket, po themi duke pas parasysh që po themi intuita e artistit, e shkrimtarit, domethënë të çon portej një situatë të caktuar, po themi, dhe unë e shikoja se po mblidhi një mledh shumë i madh, pothuajse nga çdo shqiptar këtu dhe kudo që jeton në botë. Sepse kjo qeveri, sipas gjitha gjasave që po shohim sot, unë e kam menduar atëherë, e mori përsipër për ta shujt Shqipërinë. Dhe shurja e Shqipënisë po ta marrësh të çdo rrugë, çdo drejtim që kanë nxjerrë dhe kanë ndjek, të gjitha të çojnë te kjo pikë, ke shurja e Shqipënisë dhe i shqiptarit. Ka një problem shumë të madh që shumë veta e kanë vurë që edhe nuk e kuptojnë. Domethënë që ndaj kësaj racës tonë, që jemi direkt, po themi me lidhje gjaku me ato pararësit tanë që shkojnë ndekit qytetërimi greko-roman, që shkolla dhe Akademia Botërore sot e quajnë qytetërimi greko-roman, domethënë, to i kanë dash shurën e racës tonë prej 2000 vjetësh, po sidomos 200 vitet e fundit. E kanë dash këtë pikë, domethënë, që të vitet. Dhe ato si duket gjetën njeriu në dur për të arritur, domethënë, në mënyrë definitive këtë qëllim të tyre. Se ndoshta ato duan me kriju një botë tjetër, me një mendësi tjetër qytetërimi e tjera. Por mendoj që krijimi i ri qytetërimi të ri të botës, me një mendësi të re të botës, nuk mund të bëhet pa e shujt, po themi, Shqipërinë. Dhe duke shujt Shqipërinë, to Kosovën një farë kuptimi ja kanë bë atë intrigën, i kanë vuj flamur tjetër, e quajnë shtet tjetër. Dhe trevat e tjera po ashtu që i kanë po themi për Kosovën që është një sipërfaqe e madhe atje, dhe qëllimi vetëm është që gjohet ta quajnë atë, pa nuk i quajnë shqiptar, po i thonë që jemi kosovar, dhe po i ke vurë ti është futur lloj trendi atje dhe thonë që jemi kosovar, nuk jemi shqiptar. Dhe shurja e Shqipënisë sjell shurën e racës së shqiptarëve. Pra,
Kjo nuk është se them mund konspiracionet e atje, po Jo, të gjitha rrugët e drejtimit që ndoqi ky zotnia që mori pushtetin të çojnë në këtë pikë. Që të na shuaj si racë shqiptarësh. Dhe shqiptari, që dim ka ajo që thamë fillim, sigurisht që nuk e pranon këtë. Sigurisht që nuk mund të hedhi baltë dhe të harroj sakrificat e qindra e mira brezave më përpashëm, të cilët kanë pranu, të rrinë maj maleve, të grupohen, po themi, në thellësi të tokës, të gadishullit, dhe mos të shkëputën nga vetdia e tyre të qenurit shqiptar, me zakone, tradita, gjuhë, dhe po themi me bashkëtesën në mënyrë se si e kanë ndërtuar ato deri në ditët e sotme. Dhe mendoj që brezat e sotëm do të jenë të mallkuar në qoftë se harrojnë këtë sakrificë të madhe të parëve. Dhe po them edhe një gjë tjetër që ndoshta shumë shqiptarë e shikojnë veten ndryshe ndoshta, po unë them këtë gjë, që në genin ton, si komp, si shqiptar, që na kenë ndruar disa herë, po themi emërtimin, nga Pellazgi me qytet lirë, pastaj Maqedonas, etj, derisa vim tek shqiptarët. Duhet ta dinë që në vetdijen tonë, në genin tonë, atë parlament që e ka Amerika sot, ne e kena pas në çdo katun, kena pas kryeplejsinë. Dhe nuk kemi nevojë. Po kjo politike ka shkatruar edhe këtë kryeplejsinë, domethënë që ka qenë në çdo vend, në çdo qytet, në çdo Absolutisht, po ardhi Enver Hoxhës nga këto lobe satanike, domethënë po ta marrësh, domethënë po ta analizosh, Enver Hoxha zhduku ajkën e kombit shqiptar, ku ishin familjet e mëdha, të cilët ishin sakrifikuar me vite, me breza etj, ky i zhduku dhe i shuti. Jo vetëm intelektual, edhe shtëpiat e para, të cilët kishin thënë se nuk ishin shtëpiat para për të ngallë kot, po ato kanë thënë gjak për ekzistencën e kombit. Dhe kanë prirë gjithmonë masat popullore në luftë kundër pushtuesve, qofshin ato nga më të ndryshme siç kanë kaluar nëpër gadishullin ton ilirik. Jo ballkanik, se ballkanik e quajnë to. Pra dhe kjo e quajtja e emrit ballkanik nuk është gjë tjetër vetëm tjetërsim i vetdijes tonë kombëtare. Pra, këto në gjitha format, po mundohen që ta tjetërsojnë, ta zhbëjnë domethënë. Gjatë gjithë periudhës historike të ekzistencës tonë. Kush nga këta ka punuar më fort për të keqen dhe për shuarin e kombit shqiptar? Po shiko, e di ç'është problemi? Ne shikojmë gjithmonë skenën. Ju tha 200 vite, pra është punuar shumë vite më herët, gjatë gjithë historisë 200 vite fundi, domethënë është punuar më fort. Mendoj qysh mbas revolucionit francez, domethënë që e din gjithë se e qenë konspiracion, marrën e fuqisë bankare etj. Në konspiracionin. Po këta e kanë vendosur lutet termë. Sepse gjithmonë kur hasin tek e vërteta, këto i thonë është konspiracion. A ke parasysh problemi është me fjalë. Ne e dimë që shoqërinë njerëzore e komandon ekonomia. Në momentin që ti ke bankat, ke këto, ti vendos. Dhe po ta shikosh, dhe vendosja e, po themi, liderëve, qoftë botnor, qoftë Shqipëni, qoftë kudo, domethënë bëhet në përzyra. Ti do bësh fjalëvije kryeministër në Shqipëri, ti do bësh kryeministër në Amerikë. Urojmë që kjo protestë mos shkojë aty tek zyrat, po të vendosë diçka. Unë mendoj, po do të kalojmë tek kjo, thjesht doja, meqense më kalove tek revolucioni francez, më ka bërë përshtypje këto kohët e fundit, javët e fundit. Ndoshta edhe ne nga disa gjëra dhe si mendojmë pak më siç ishte edhe rasti juaj që thatë që në momentin që erdhi ky e lexuat që çfarë pune do të bënte për shkatrimin e vendit tonë. Por tani kur e mendoj them si ka mundësi që të gjithë çka kanë qenë këto liderat e fundit të Shqipërisë vinë gjithë nga Franca. A ka diçka kjo? Ka një lidhje, le të themi? Po tash gjonat janë botë lexueshme. Po, prandaj po them. Dakor, ti ke artistë të mëdhenj botës etj që thot boll ma thot. Çdo gjë është e lexueshme, kupton. Dhe aty në domethënë nuk është rastësi. Rastësi mund të jetë një herë, a ke parasysh? Po jo rastësi kur ty të vinë për shembull disa lidera direkt të projektuar nga aty. Nga aty, po. Edhe unë jo më larg po dëgjova për shembull fjalavje para ca ditësh kam dëgjuar në një nga këto emisione që merresh me këto arkivat dhe me këto. Që thotë që Partinë Komuniste e formoi Britania e Madhe. Pra është formuar nga anglezët. Ne na e kanë thonë që kanë formuar Miladin Popović apo Jugosllavi. Pra ti shiko, unë personalisht për shembull, unë shikoj që mbas popullit serb është viktimë vëlla si na. Po, se është politika që është politika që është po tash mbas popullit serb edhe mbas qeverisë serbe janë disa të tjerë që i çajnë këto punë. Ti po të kesh parasysh po themi ligjin e luftës që mbajmë këto me Greqinë. Me Greqinë, po.
Shumë vetë thotë që Greqia se hek ligjin e luftës. Nuk është Greqia, janë disa përtej Greqisë. Përtejet, ja. Sepse po të heqi ligjin e luftës ndërmjet nesh dhe Greqisë, ne gjem gjakun, gjem njëri tjetrin tek grekët, sepse ato janë shqiptar, po ai sa edhe ne. Po. Dhe për mos me shku te kjo vetdije pra, se kush jemi ne, se kjo pastaj na çon atje matan që themi që shkojmë duke zbrit poshtë në përshkallarin e historisë dhe dalim deri tek filozofë të mëdhenj të antikitetit të atje, të cilët kishin idetë të tyre, kishin gjakun ton, gjakun shqiptar. Pra ne duhet na shkëpuzin nga kjo lloj vetdije dhe e gjitha kjo luftë është për shkak të kësaj vetdije. Pse ti mendo ti se s'paska ishuj bota me marr ajo zonja për shembull me marr, po çfarë sy vjen me marr Sezane? Po pra, po si me e shujt cop që ta shuajnë Shqipërinë dhe mos ketë më ekzistencë shqiptarësh dhe Shqipëria. Kjo është e gjitha. Dhe mendoj dhe kjo është ajo që të kam thënë unë që herën tjetër pra që domethënë i njeriu do dashje pa dashje e merr këtë lloj energjie nga domethënë ndoshta nuk e kupton në mënyrën e duhur ti atje, po e merr këtë lloj energjie dhe e kupton që ky po shkon drejt varrit. Shoqëria jonë e kuptoi që po shkon drejt varrit dhe panaj u çu sot. Po, këtë ta shpjegojmë pak më mirë, pra si e ke lexuar atëherë, çka ka të bëjë, kush ta jepte atë mesazhin, kush ja jepte ju atë mesazhin që thonë që populli, mbame atë diskutimin që kemi pas, që ju thonë që do të ngrihet, do të vi ditë që do të ngrihet. Edhe unë isha shumë skeptik nga kjo gjë kur dëgjoja, thoya, jo, nuk ka mundësi, se shih atë se çka ndodh, teksa takoja njerëzit që jepnin mendimet e tyre, nuk e shihet diçka të tillë. Po ja që ndolli, edhe unë e kam pranuar këtë që deri dje thoya që populli jonë ngrihet, po ja që u ngrit. Pra, çfarë e bëri popullin tonë që u ngrit? Për te pjesës padrejtësisë, këtyre çka kanë bërë këta? Pra çfarë ka thirrë diçka tjetër? Nga ana historike, domethënë. Nuk është thjesht, po themi, shpirti merr ato informacione vet. Domethënë, siç merr ushqimin për me majtë ekzistencën e trupit, shpirti merr dhe informacionin, atë energjinë e padukshme për të majtë ekzistencën e tij si qenie njerëzore. Dhe pastaj vim si qenie shqiptare. Mendoj që çdo shqiptar, edhe pse ishte i ri apo i mesëm apo i vjetër, të gjithë, domethënë, erdhën përballë një fasade që përtej saj ishte varri jon. Dhe unë mendoj që shoqëria jonë shqiptare e kuptoi këtë gjë dhe mendoj që kjo u akumulu në shpirtin e gjithë secilit duke u mbledh dhe duke u bërë një fuqi shumë e madhe gravitacionale që shpërtheu në këtë që unë kam qenë për ditë pothuajse gati atje në atë protestë dhe kam parë goca të reja, djem të ri, dhe të them me sinqeritet, kam hes rrugës duke lutu. Mos them që kam pa bebe, po e vërtet jo ka. Mos them që kam pa bebe, sa muajsh, jo. Kam marrë gocën time 10 vjeç, po kam pa bebe që kishin nanat i kishin përpara trupave të tyre. Dhe sinqerisht që mua më ka ndalë lot presysh kur kam pa që shqiptari po çohet. Dhe atëherë kam thënë brenda vetes atë fjalinë e madhe, po themi që është tek vetja ime, jo, shqiptari nuk mund të vdesë kurrë. Shqiptari ka ardhur nga thellësia e 1000 vjeçarëve dhe nuk mund të vdesë. Vetë fjala që përdor shqiptari, o burri dheut, ka të bëjë direkt me gjenezën, me lindjen e njeriu. Dhe ne kemi atë në gjenetikën tonë që ta shikojmë brez pas brezi. Por mendoj që ne nuk duhet ta humbim. Dhe mendoj që kjo protestë, që të vinë përsëri këto protesta, mendoj jo vetëm çdo shqiptar i Shqipërisë, por çdo shqiptar i planetit. Këto thonë jo 10, jo 20, jo 30. Unë mund të them që janë mbi 100 milion shqiptarë, të cilët në, po themi, brez mas brezi mund ta kenë humbur dijen e tyre. Po të vim tek ajo që tha De Niro, po të vim tek ajo 100 milion shqiptarë në botë, edhe më shumë, valla. Pse vija bi? Ti ke gjithë familjet, po themi që kanë bërë të qytetin italian, Venecia. Venecia, po. Gjithë familjet që krijuan Venecë po se të gjithë ishin, po themi, shqiptar, në atë kohë quheshin arbër, po themi shqiptar. Edhe kanë krijuar, po themi, në shumë zona të Evropës ti mund të kesh ngulime shqiptarësh që sot ndoshta ato e kanë humbur vetdijen, po ato janë shqiptarë dhe sa do pak që ti gërvish ato vinë tek vetvetja. Domethënë e gjen gjaku, siç ishte ai rasti. Pra teksa thua që vin tek vetvetja, pra edhe ato në këtë rast ku jemi sot, ku ndodhet Shqipëria, në këtë revolt kaq të madhe, në këtë bashkësi kaq të madhe që janë bërë gjithë bashkë, edhe ata që ndoshta kanë vite, i thret gjaku thua për këtë situatë. Po i thret gjaku, po them thret gjaku shqiptarin e Maqedonisë. Tani shqiptari i Maqedonisë këtu ka i keq kuptim të madh. Maqedon nuk janë slavët. Slavët janë slav, nuk janë Maqedon. Maqedon jemi ne,
shqiptarët. Shqiptarët e Maqedonisë duhet ta quajnë veten Maqedon. Dhe gjuha maqedone nuk është gjuha slave. Është gjuha ka keq kuptim kur teksa përdor kur thonë Maqedon sikur e ke nga ana slave. Është gjuha shqipe zotni. Po të marrim vetëm një emërtim shumë thjesht. Marrim emërtim etimologjik. Marrim kalin e Aleksandrit të Madh. Dhe është një histori shumë e bukur. Kali Aleksandrit të Madh quhet Bukefalos. Pra ajo os është shtesë, ti e kupton. Pra Bukefali. Çfarë ndodh? Para 3 vjetësh, unë psova një aksident shumë keq dhe isha bashkë me familjen time dhe gati vdiqem, faleminderit. Do me thonë në shkër makina shumë keq, se erë dikush në ara me një shpejtësi shumë madhe nga mrapa. Zoti që jeni mirë. Rrafsh. Ja, kjo është puna e shpëtimit, është e gjithë thembla e akilit për këtë që do të tregoj. Edhe më thanë dikush nga zona ime, më tha mu të ka shpëtu buka e falme. Po, përdoret, e vërtet është. Është e vërtet. Është e vërtet. Dëgjoj tash. Tani kemi kalin e Aleksandrit të Madh, quhet Bukefalos, pra bukë e falme. Tash kur të kal ja prun në oborrin e Filipit të dytë, që ishte jati i Aleksandrit të Madh, i prun të kalin, ja prun dhurat. Po kali ishte shumë i egër dhe nuk mund të kalironte asnjë me të. Dhe ai që me fjalë mendoi që ai që do kalironte do vdiste. Dhe një ditë Aleksandri i vogël fëmijë, 9 vjeç, pak a shumë 9, 12 vjeç, i gjë e tillë, i thot Jadit që bab thot, unë dua të kaleroj me këtë kalin, thot. Jadi i thot, jo bab thot, se ti ke një vdekje të sigurt, thot. Dhe është e pamundur që të kalerosh, domethënë. Jo bab thot, unë do kaleroj. Dhe Aleksandri si duket nga se njerëzit nuk vinë rastësisht të zgjuar në këtë botë, e kanë një lloj tharmi, po themi qysh nga lindja, qysh nga ardhja. Si duket e kishte vure kalin që kali kishte frikë nga hija e vet. Dhe çfarë bën Aleksandri, ja kthen kokën për diell, drejt diellit dhe kaleron me të katër. Dhe kur kthehet nga, po themi nga vrapimi, i thotë Jadit, thot, Aleksandr thot, Maqedonia është shumë e vogël për ambicet e tua. Dhe nga ky moment, ky kalu qyt Bukefal. Pra, po ti marrësh të dy ngjarjet time personale, mas 2400 vjetësh. Dhe ngjarjen e Aleksandrit para 2400 vjetësh, ne shikojmë që kemi të njëjtën mendësi për ndodhit që në ndodhin gjatë jetës. Pra, unë kisha një rrezik jetë dhe një afërm i më tha të ka shpëtu bukë e falme. Aleksandri kishte këtë ndodhin tjetër dhe i thanë po të njëjtën gjë të ka shpëtu bukë e falme. Dhe që nga e moment kale quhet bukë e fal. Pra, është një element ndoshta këtë i vogël, po që na tregon ne që ai Aleksandr ka fol gjuhën shqipe dhe maqedonishtja nuk është slavishtja. Është maqedonisht, është shqipja. Dhe po ta mosh është një zonë goxha e gjerë si edhe nga ana gjeografike, nga fushet e Matës e shkoi del, po themi thellë në Maqedoninë e Sotme deri në Bullgari që ka qenë Trakia e djeshme, edhe ajo e Pellazëve. Dhe është një ngjyrim të folur që s'ka lidhje as me Gegnishtën, pavarësisht është një territor shumë i madh dhe s'ka lidhje as me Toskërishtën. Dhe meriton të studiohet, sepse unë pa e fusi hipotezë, po them që ndoshta kjo është e gjuha që folte Aleksandri i Madh. Pra gjuha dialektore që flasim ne matjanët sot. Po ka edhe shumë elemente dhe fakte që të çojnë deri asaj që vetë Aleksandri i Madh, domethënë, se thot kështu thot, kombi maqedon thot, u ndërtua në një mori, po themi zhvillim në një vend thot ose bërthama e tij u zhvillua në një vend që quhesh Aemathia. Në Aemathia thot shtrihen edhe qytetet e Pellës. Pra, në gjithë zonën e Madhit sotëm, ke qytete që ke qytet toponime, domethënë të ndryshme, që na vijnë nga kjo lagësi e madhe e koha. Për të rikthyer. Pra, gjithë puna ishte kjo, domethënë që për shkak këtyre të vërtetave të mëdha, që unë thash shumë pak nga ato që ka gjithë, po themi gjithë raca jonë shqiptare ose pellazgo shqiptare, ky lop i tmerrshëm, domethënë, që ndoshta u theq botën sot e tjetër, don që ky popull të mos ekzistojë më. Pse ndjen të rrezikuar, për çfarë arsye nuk duan që të unë mendoj, mendimi im të shqip, kjo është çështje të menduar, unë mendoj që këto do të më thonë një kuptim të ri, po themi njerëzimit botës, të gjitha përpjekjet që ishin qoftë me pandeminë, qoftë me gjëra të tjera, to deshin të bosh një ristartim komplet rrazës njerëzore. Ristartim e rikonceptim komplet të gjithë. Edhe po ristartim në të gjitha fushat e kuptimësisë jetës, a kupton? Dhe po ta shikosh për shembull, domethënë, këto thonë një gjë, thonë demokracia kapitaliste.
Po demokracia dhe kapitali Nuk shkojmë një rrje nuk mund të rrinë. kontradiktore. Është një lloj që të përzish uthullën me vajin. Kupton? Tani në parimet tona të udhëheqjes tona shpirtërore, si rrath, si komet e atje, ne gjithmonë kemi pas parimin shpirtëror. Pra e kemi mbështet zhvillimin e shoqërisë tek shpirti. Kurse këto zotëni duan me mbështet zhvillimin e rasës njerëzore tek kapitalizmi. Unë mendoj që kjo lloj kujtese nuk ju duhet aty. Jo ke shpirti, jo ke... Dakor, pra, duhet me kthy njeriu. Ke jashtëmi, jo ke brendshme. Fasada, e gjitha, që të pjavë mesazh nga gjitha format. Sipas gjitha gjasave që na vinë ne dhe që i shikojmë ne, unë mendoj që këto duhet me kthy njeriu në një lloj roboti. Që edhe mund të quhet slav, po ai vetë është slav pastaj se do komandohet si puna e robotit. Pra një njeri të zbrazur, pra një qenje me mishe me koca të zbrazur nga shpirti, që nuk mund të quhet më qenje njerëzore. Dhe mendoj që ne jemi nga ajo pjesë e komëve të botës që japim këtë lloj kuptimësie njeriut. Pra që njeriu nuk është thjesht një qenje me mishë dhe me koca, po ka edhe një shpirt brenda vetes. Edhe i cila, domethënë është e fuqi e madhe që e bën të bashkëjetojmë po themi në harmoni, në dashuri, sa ka rezistuar raca shqiptare këtyre sfidave të mëdha dhe këtyre sulmeve, këtyre djallëzive që po bëjnë ta? Unë mendoj fakti që jemi gjallë dhe fakti që gjithë brezi i ri u çun kam, si thash, pasi lloj dallimi, pasi lloj... Po, mendoj që kjo është po themi një kambanë e madhe alarmi. Të jep mësim edhe Europës edhe botës. Edhe për vetveten që ne nuk duhet të vdesim kështu në këtë mënyrë, po themi vdesim, asimilohemi apo ka mënyra ndryshme të vdekjes, por ne duhet të vazhdojmë të mbijetojmë dhe të ekzistojmë si kom dhe si rast. Qoftë për vetveten, por qoftë edhe për mbar qytetërimin botëror. Thash edhe një herë, është shumë e madhe kjo që thash. Ndërtimi shoqëror mbi parimet shpirtërore, jo materialiste. Materializmi ku na ka çuar? Shiko ku jemi. Vritën fëmijë, vritën djem. S'ke një, po themi, nuk shkon mirë gruaja me burrin, vllai me vllain, motra me motrën, nana me babën, baba me fëmin. Kupto? Çfarë lloj kaotizmi bën mbështetja mbi parimet materialiste? Domethënë shikojmë njëri tjetrin thjesht si përfitim, jo si bashkë ekzistencë unë dhe ti, e kupto? Pra janë duket në pamje të pasur kur janë gjona kështu të thjeshta, kështu, po janë shumë të thella. Dhe këto nuk, po themi, ky lop satanik, po i themi, që nuk është se po e them unë, po e thot gjithë bota sot, domethënë do të ndërtoj një njeri të ri, pa të ristartoj, po themi një ecuri të re njerëzimit pa njeriun e dikurshëm. Dhe mendoj që ne si shqiptarë i kujtojmë atyre shumë mirë se kush është njëri i dikurshëm. Është edhe diçka shumë e thjeshtë, ndoshta nuk ka rëndësi. Për shembull, presidenti i Amerikës tha një ditë në këtë luftën që po bëhet me Iranin dhe me Irakun. Aty në Iran me Izraelin. Me Iranin, që bëhet me luftë me Iranin. Po, jo Irani me Izraelin, Amerika me Iranin, ëh, duhet jemi të vërtetë të gjona. Domethënë imagjino, domethënë doli nga vete një çast dhe pa, domethënë presidenti i botës, ëh, e tha, nesër thash duket një qytetërim. Është fjalë e madhe kjo. Ai nuk e kishte, pra nuk e kanë çështje. As me materien, as me njeriu, as me prekshme. Unë mendoj që është më shumë se sa. Unë mendoj që nuk e kanë me çështje ekonomike o zotënia. E kanë nesër thash duket një qytetërim, sa aty është shtri qytetërimi pers. Aty kemi Babilonin, aty kemi Mesopotamin, aty kemi hapet e parë të njeriut në tokë. Kupto? Janë ato iranian dhe ne shqiptar që jemi dy rracat më të vjetra të këtij kontinenti, paktën ku ne jetojmë. Dhe nuk është, mendoj që nuk është asia ajo që iranian po normal, persët dhe ne. Persët po, edhe shqiptarët do. Edhe shqiptarët po normal. Unë kam net me një nga këto iranian që patën art te kështu, domethënë ai muzikant dhe shumë i talentuar të tjera, dhe ai thotë që kufrisha shqipe, ke dan? Persisja ka tha me qindra fjalë shqipe tha. Fushën fjalë Oxhak. I thoshin Oxhak dhe ato si ne. Oxhakut që i themi ne. Janë pra po nëse këto duan studime të mirëfillta, kuptohet, që të futet dikush po. Ka lënë Osman kur kanë ardhur tu. Jo, s'ka lidhje Osman, po cilët Osman? Po ja mor Altin, ne na kanë akademia jonë në shërbim të akademisë botërore dhe jo serb, jo, le serb, po jo është ndikimi serb. Ore, për te serbë janë tjerë. Akademinë e shkencave. Edhe për akademinë e shkencave. Modin lart mallninë vet, se edhe i lart mallninë është ky në Shqipëri. Si jemi ne në lodët aty me fjalë jemi në Shkopi lodët ndurt të aty të lobit satanik janë ato serbët Allah, se nuk është me fjalë. Unë mendoj që serbët janë, sidomos populli serb domethënë është viktimë
i këtyre, po themi, përpjekjeve satanike për të na shkatruar ne. Dhe ato janë ato që i shtyjnë kundër nesh. Shka se kesa dush serbë shqiptarë që shkojnë shumë mirë në përbot. Po themi njerëzit të zakonshëm, nuk kanë asnjë lloj inati, asnjë lloj mlleke, asnjë gjë. Po për te këtyre janë ato. Ato i shtyjnë dhe serbët. Ato e marrin dhe ligjin e luftës ndërmjet nesh dhe greqisë, të thashmë përpara. E marrin që ne mos shkojmë tek vetvetja vëlla, që grekët e sotëm mos se ti e ke vënë që shumë grek sotëm që quhen grek në kuptimin grek në thojza, domethënë kanë zbit poshtë tek brezat e tyre dhe kanë parë që domethënë gjyshi i tyre fliste shqip. E ketën, dhe ato e dinë shumë mirë se kush janë. Dhe këto nuk duan që kjo ndërgjegje, po themi pëllazë shqiptare të rizgjohet. Po kjo është rizju, ndash duan ato, ndash mos duan ato. Do shkoj deri në atë pikë, thua, ky lloj rizimi që shkoj deri të thrasi dhe më të hershme. Po thrasi, unë nuk e di, gjaku thret kudo që ti jesh. Unë di këtë gjë që në emigrimet që kanë bërë shqiptarë, po them pëllazët përpara mijëra vitesh, ka ndodhur që dhe mas 1000 vitesh ato janë rikthyer në vendet e tyre. Për shembull, kam pa një rast për shqiptarët ose për, po themi, pasarësit Aleksandrit të Madh që janë në mes Pakistanit. Sa mirë më bëri që më ktheve kjo Aleksandri prapë si kam një pyetje që shpaqet. Në mes të Pakistanit dhe Afganistanit jeton një popull që quhet Kalash People. Dhe aty po Michal ishte një mision që po lëvizte një anglez në rrugën që kishte përshkruajtur Aleksandri i Madh. Ato janë të vetëdijshëm që janë ushtarët e Aleksandrit të Madh, pra janë pasarësit e ushtarëve të Aleksandrit të Madh. Edhe i thonë të anglezit, ne jetojmë akoma me mendimin që do rikthehemi në atë dhe. Kuptova? Do me thonë se sa i thellë është rikthimi në atë dhe i shqiptarit, dhe unë panaj kisha besim dhe ku thash për atë që shqiptari nuk mund të vdes. Nuk mund të vdes, më la, është lind për të mbjetu mijëra vjeçare. Sa do që të luftonet të bënë, problemi është se ne do iqim keq, po themi për një pjesë kohë të atje, po zhdukje është, mendoj që është e pamundur të na zhdukje. Dalim pak ke arsimi, pse pjesa tjetër, ndërkohë që ju që studioni vazhdimisht e besoni të mënyrën si po e shpjegoni të gjithën, nuk e është bën kush. Të vinë 100 veta këtu të thonë të kundërtën asaj që ju keni besuar që atëherë kur ma keni thënë, por që po e mbroni edhe sot dhe po e shohim gjithë shqiptarët. Sa ka ndikuar arsimi ose historia që na kanë ushqyer këta, që ne të na vrasi ose të na vej perde para kësaj që ju thoni që e mbroni vazhdimisht, që shqiptari nuk do të vdesi kurrë. Tashi, se dalim ke akademia që prekën arsimi, patjetër. Problemi për sa i përket akademisë, domethënë po ta vështre, domethënë dëgjova një ditë një nga këto profesorë, s'po i them emrin se s'ka lezet e kështu. Edhe po thotë vetë ky tash, e kupton? Ky që i kishte kundërshtuar pak kohë më përpara dhe qundë ignorant të gjithë to, sepse çfarë është mi fjalë. Edhe kjo gjë domethënë është pak e çuditshme. Çfarë është kjo vrapim i shqiptarëve për të gjetë rrënjët e veta? Jashtë akademisë, jashtë për themi historisë, për të shkuar tek e vërteta. Kanë shkuar njerëz që s'kan pas lidhje me historinë dhe kanë hapur arkivat e Romës, kanë hapur arkivat e Parisit e tjera. Pra është një domosdoshmëri shpirtërore që lind tek njeriu për të shkuar dhe për ta ditë se kush jam vëlla. Tani ky zotnia që është akademik dhe është me emre të tjera, ky na quhet po themi ne që duam vërtetën tonë, me një rrugë apo një tjetër ta gjejmë, shkojmë tek e vërteta e gjenezës tonë të tjera. Ky thotë siç thon, a kupton që na shan më të pjesë jo ignorante, po kush është ky, ç'është ai e tjera, a kupton? Dhe kur e dëgjova e di tha, po tha, Napoleon për në parti tha, është me origjinë shqiptare. Kuptoni ç'a bëhet? Në kohë që e kundërshtonin, thoshte si ka mundësi. O zotni. Edhe pastaj ky domethënë edhe e shpjegote. Domethënë familja e Aleksandrit të Madh është larguar nga Moreja e Greqisë, kanë kaluar në Itali, pra aty kanë marrë mbiemrin, domethënë Bonaparte, kanë pasur mbiemër tjetër më përpara dhe me atë mbiemër kanë shkuar në Korsikë. Dhe po të shikosh, të gjithë ato marrëdhëniet shoqërore në Korsikë janë marrëdhënie tipike shqiptare me gjakmarrje, me tjetër. Janë tipike shqiptare. Edhe ky e pranoi tash që ky Napoleon Bonaparte na që nga po themi shqiptar. Vetë për Napoleoni thonë që kishte një batalion me ushtar që kishte që fliste shqip. Fliste shqip ato, domethënë dhe këto habishë si ka mundësi që ç'a gjuhë flasin e tjera. Qëndrojmë pak te këtë pjesa e arsimit, pra sa ka ndikuar arsimin këto e kanë vrarë. Po ta shikosh atin, ka 13 vite. Për pjesën historike flasim, pra për të njohur ne vetë. Po për pjesën historike, po ta shikosh, ka 13 vite që në Shqipëri nuk bëhet një koncert për kombin. Ka 13 vite që dëmton të gjithë kujtesa jonë muzeale, po themi, e njerëzve të mëdhej që kanë dhënë për kombin.
s'ka asnjë lloj mirëmbajtje. Arsimi, domethënë pjesa didaktike e mësimdhënies e po themi të librave që janë i ka fut në për çaj thon këtyre online me jo online, i ka fut shumë në domethënë që bëjnë 3-4 libra historie dhe përzihet njëra, ka parasysh? Pra nuk kanë një libër të unifikuar. E ke thënë? Tregon domethënë që çdo gjë është bërë që ne na degradojnë shpirtërisht. Dhe arsimin këto e kanë rrezu pikërisht për këtë gjë, për të na degraduar. Dhe le pastaj që ka lapsus sa dush, domethënë po ty të marrësh historinë që mësojnë fëmijët jonë. Domethënë e largojnë si marrë që po bëjnë fëmijët jonë, e largojnë gjithmonë nga thebi të vërtetës historike. Është devijuar, është propaganduar historia që mësojnë sot. Është me qëllim valla, çdo gjë është me qëllim. Me qëllim valla. Çdo gjë është me qëllim. Unë po them ty pra, pse nuk e kemi ditë ne që Partia Komuniste është çlidhi ka pas anglezi, fjallavje me kriju Partinë Komuniste, po edhe mas anglezët aty. Janë ato. Po. E ke dhënë? Edhe mas asaj familjes Bednore, që domethënë, edhe ai është thjesht kukull. Po problemi më i madh është se këto shfrytëzojnë domethënë jetën e popujve kundrejt popujve. Fjallavje shfrytëzojnë se për shembull fjallavje nuk shko Trumpi me luftu vetë në Iran, qoftë fëmijët e amerikanëve. Apo s'është. Pra, domethënë kërkon shfarrosjen e popullit duke shfrytzuar popullin e vet. Në këtë rast të dy janë viktimë. Viktima. Tani, teksa po themi në këtë formë, pra populli jonë nuk ka për ta lënë, domethënë vetën do të rizjohet, do të thrasi vetja e gjitha. Po përsa i përket popujve të tjerë ose kombeve të tjera, teksa e lidhim që është një familje ose një dorë që e komandon gjithë botën. A do të jemi ne kaq të zot, domethënë që do na bëj, shiko, do na bëj domosdoshmëria. Mbijetojmë kësaj gjë. Do na bëj me këtë forcë kaq të madhe, si e keqja sot po mbizotron, të e shohim gjithandej. Mendoj unë që do na bëj domosdoshmëria. Një historian thotë kështu thotë. Një shqiptar i zakonshëm thotë. Për fytyrë thotë, rreth edhe beun thotë mes fshatit. Kuptova? Pra për fytyrë thotë rreth edhe beun thotë mes fshatit. Pra kjo do të thotë që ne pavarësisht kësaj fuqie, domethënë të fortë. Do t'i besojmë për kësaj gjë. Po besoj që unë mendoj që duhet t'i besojmë patjetër dhe mendoj që shqiptarët i besojmë, pa na edhe ngrihen, se me qenë po mos i besojnë nuk ishin ngrit. Dhe unë mendoj që domethënë dhe ekzistenca jonë mbas një dekade domethënë shkatërrimi total, shpirtëror, fizik, dyndje masive të gjitha, dhe ne përsëri vazhdojmë të mbijetojmë, besoj që edhe ato i ka çudit. Te pjesa e bashkësisë. Dhe zgjimi i brezave të ri është gjë shumë e madhe, është një kamban, po themi shumë e madhe për atë që Shqipëria dhe shqiptarët do të mbjetojë çdo lloj situate. Për pjesën e bashkimit dhe bashkësisë që është krijuar, doja që të rithesh edhe një herë, ma tregosh pak atë fabulën e Aleksandrit të Madh me pjesën e anijeve, ku ishin fush betejë aty që dogji anijet. Pra edhe kjo e keqja është shumë e madhe. Dhe teksa shohim që ne kemi qenë të shpërndar me ato thyret e besimit që s'bëheshin bashk, kjo ne do të ketë një lloj djegje anijër si ishte i rasti i Aleksandrit që shkoi përballë dhe dogjën anijet që edhe pse kishin një ushtri shumë të madhe para, derisa shkuan në fund pasaj që fituan. Unë mendoj që ne sado që mund dukemi pak. Jo, që jemi 100 milion. Nuk kemi pak më bro. Po kisa duke në duke them, në duke dukemi sigurisht pak. Ti qose jo nuk kemi pak, jemi goxha shumë, qose mendoj pra që ikën shqiptarët është perceptimin e bën ato, olla, ato na fusin kokë nëse kështu është. Po faktikisht ne duhet të shikojmë pas asaj që thon ato. Dhe unë mendoj për shembull vetëm fakti domethënë që ty të çon shqiptar për 5-6 ditë të çon shqiptar në gjithë botën, kudo që janë, domethënë nuk është gjë e vogël, mos harro. Se ti ke popull tjerë që janë shumë më ndaj se sa ne, po themi për momentin si ekzistencë që si vetdijet e atjera, nuk e ke pas këtë lloj rebelizmi mbar botës siç e bën shqiptarët. Shqiptarët tani po e ndjejnë se po zhduken. Dhe janë të dy, s'ka rrugë tjetër, o prano domethënë që si është shqiptar më valla. Pra nuk mendon më që ti për shembull ti ke sa du shqiptar që jetojnë në Amerikë dhe jetojnë në vende të tjera dhe mendojnë që trupin do ta kthejnë atë. Ose ta flemen domethënë që s'kemi atë. Ose ne duhet të luftojmë për atë. Dhe unë mendoj që shqiptarët kanë zgjedhur dy valla, të luftojmë për atë për të pasur atë në tyre. Pse mos ta kemi ne? Tjetët janë të informuar atë. Jo ne që kemi qysh për gjenezës njeriu, kemi atë ton, kemi kombin ton, kemi gjuhën ton, traditën tonë. Pra ky është momenti që ne djegim anijet. Patjetër që ne mendoj që këtu nuk bëhet fjalë jo
partia A, partia B, tjetër. Unë mendoj që këtu duhet një zgjim mbar kombëtar. Ne jemi populli dhe duhet jetojmë si njerëz, ato janë 10, 20, 200 sa mund të jenë, kanë interese, që kanë nevojë për të na majtë ne si sklever, për me u tallë me ne, tjetër me ne si komë, si atë, si çdo gjë tjetër. Po mendoj që thellë ato e duani fare ndryshimi. Dhe këto që marrin si oligarkët atje, dhe ato janë në zgript, se dhe ato janë rob të këtij. Edhe Rama vetë domethënë do të ndryshime. Rama nuk po them Rama, a ka shanse që Rama ta thrasë ajo brenda vetës? Jo, nuk ka. Apo e ka çuar shumë poshtë edhe se gjendot. Unë mendoj që mënyra se si është ajo, po them. Ka brenda ai sa që ja, unë mendoj që s'ka si lloj lidhje me qenien njerëzore. Nuk qenien shqiptare jo, po unë them me qenien njerëzore nuk ka lidhje fare. S'ka lidhje fare absolutisht. Tash mendimi unë kur kam një mendim, domethënë që kam një kërkesë time personale. Unë jam askush, nuk është se unë jam në VIP në tjetër. Po jam një shqiptar që duhet të jetoj si shqiptar deri në fund të jetës time, kupton? Shumë e thjeshtë. Tash po ta shikojmë me vërtetësi dhe me realitet gjendën se pse jemi këtu. Unë mendoj që nuk është rastësi. Pra, ne kemi parë që Amerika bashkë kupola Amerikës, jo popullë amerikana, se popullë amerikana si ne. E kemi vlla, e kemi zemër, na ka vlla, ti ke pa amerikanë tu që përqafojmë rrugës. Po them ato që udhëheqin Amerikën. Janë ato që na shtin ne dhe na futën në narkoshtet. Kupola e Evropës janë ato që na kanë shtin ne dhe na kanë futur në narkoshtet. Se ky vetë s'mund ta bote kurrë këtë punë, po mos deshin ata. Dhe ato nuk mund ta bëjnë kaq budallë. Megjithëse ne kemi ca langaraj që janë politikanë, ngjova edhe sot një gazetar që është bërë deputet, që thotë anti-amerikan. Nuk është anti-amerikanizëm o zotni kur ti po më vret mua, e unë po them ti mos më vrit mua vëlla, sepse më vrasë, ka arsi mik në shtëpi. Për çfarë arsye ti më fut mua në narkoshtet? Pra, Yuri Kim, Blinken, tjetër, manipulum langaraqet e Shqipërisë dhe na shtin në sot narkoshtet, që na vdesin fëmijët, na humën gocat, na tjetër në këtë lloj gjendje siguri jemi, dakor? Dhe unë i kërkoj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Thash jam askushi. Por në për hir të asaj miqësie që ato kanë predikuar që ne jemi miq tuaj. Dhe na ngulën shpikën, na ngulën thikën në shpinë. Dhe ardhja e presidentëve dhe figurave të Evropës që vinë sa herë që ky bomorzu vinë ato dhe e ngren. Qose ke vure. Saktë, kështu është. Po nuk mendoj që ato janë shërbim të tij. Unë mendoj që ky është shërbim të atyre. Dhe unë kërkoj nga Amerika e vlerave të vërteta. Të pastra. Për hir të miqësisë, të shpagoje, na heqi thikën që na nguli në shpinë ambasada amerikane e Donald Tusk, e Yuri Kimit, e Blinkenit, e Bidenit, se nuk ja kishin boç. E kena prit si mik, e dum si mik, po jo të na vrasin as shpina. Jo të na vrasin në sofrën tonë. Prandaj, si shqiptar, si njeri, si shkrimtar, si dush t'i thuja, kërkoj që ambasada amerikane me këtë ambasadorin e ri që do vinë në Shqipëri, të shpaguaj zotni. Të ndreqi fytyrën e Amerikës. Kush do t'i besoj? Kush kanë besim te ky ambasador i ri? Kush po, unë s'kam as besim, unë do ta shikoj. Besim kam veç kur ta shikoj. Jo, thonë që nga sepse Altin, do të jemi me të vërtetën. Në mënyrën se si o sjell ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Po, vërtet. A ka popull në botë që t'i besoj më atyre? E vështirë është. Dakor? Sepse do të bëj diçka e madhe do. Ore na vran. Pra, unë mendoj pra që të vinë tek ai funit fare. Kjo përfaqësi që do zgjidhet nga protestat që po bëhen në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, dhe në gjithë botën, të kenë një ndihmë nga ambasada amerikane, nga Evropa, nëse na duan me vërtet si miq dhe nuk na duan që ne ose ato që kanë pompuar më të madhe gjithmonë që miq tan alani. Miq strategjike atje jo për shkaqe thotë, jo për shkaqe gjeografike. O zoti, s'm duhet më shkaqe të tuaja gjeografike. Unë shoh minat e Amerikës në kuptimin kur unë po vdes o zoti. Unë jam dakord. Po zhbojmë pra, unë jam dakord që t'ja pjedër për ty si mik, siç e ka traditë shqiptari, për amerikanin, për francezin, për anglezin. Jam shumë dakord, siç ato për shembull në bazë të parimeve të popujve ty na japin jetën për ne. Po nuk jam atë që as shqiptarit ja nguli thikën në shpinë, po themi amerikanit. Pas amerikanët duke kena borç me na ngul thikën në shpinë. Se gjithë kjo gjendje që jemi ne këtu, po themi 90% e kësaj gjendje që jemi këtu është nga ato.
Nuk është nga ky, se me qenë ato po të kishin ndërhyrë, kishin heqë këtë, se me bekimin e tyre erdhë këtu në Shqipëri. E kishin heqë 2 vitet e parë, 3 vitet e parë, dhe ne nuk kishim se më ardhën këtë gjendje ku jemi. Se tash nuk e dia jam i qartë. Pra, kjo ka ndodhur. Tani në këtë moment tani ky s'po jep dërheqjem. Madje e kalon edhe në tallje, për qeshje, luan e bën, duket që s'është mirë, kuptohet. Ai s'ka qenë herë mirë, po tani e ka po nxjerr kështu hapur edhe për ata që besoshin që ky është artist është kështu. Por a ja kemi çuar edhe ne mesazhin Amerikës, ambasadave ose Europës që ata do të bëjnë një mënyrë imediate që të bëjnë një lëvizje me këtë. Patjetër. Pra kanë marrë ato? Mendoj që ato e kanë marrë mesazhin. Si populli foli. Po normal që foli, ka folë gjithë botën. 2000 vetat jo mret. 2000 veta thaj. Jo po faj që thënë 2000 veta si ka dalë duke i numëruar. Po edhe sikur 2000 vetë me dalë valla. Nëse kanë të drejtë, kuptoj pse mos japësh drejtën kombit të popullit tat. Ai ka humbë. Dhe unë një shprehje që thaj doja të të pyesje, meqense folëm kaq fjalë të mira edhe për traditën, për historikën, për shqiptarët. Një shprehje që e ka përdorur këtë ditë ai që se ka filluar modifikon dhe shprehje që ai se ka drejt ta përmendi më në gojë, të ta marrë në përgojë, domethënë thotë shqiptar, nuk duhet ta marrë, ai është një tradhtar, ai e shumë tjerë këta që këto 200 vite, shumë vite të tjera, për të paktën të që janë akoma që frymojnë, domethënë që na marrin edhe këtë arin, përveç se na kanë marrë në formën si na e ka shkatërruar vendin ton, por edhe aq pak sa marrin këto si njerëz, nuk do ta marrin, nuk e meritojnë më këtë. Që tha që Shqipëria nuk është e shqiptarëve. Me këto loja që bën. Shika, tash ky është boj lehtësueshëm. Unë nuk e di në kuptimin gjenetik gjakut vet a kanë lidhje ajo me shqiptaren. Po të paktën edhe në pikë pyetje është. Po të paktën me sjelljen që ka bë. Ky nuk ka asnjë lloj lidhje me shqiptaren. Mundësisht, po të them, këtë duhet kujtojnë shqiptarët. Tek vetja t'ja kujtojnë vetes këtë, domethënë, kupton? Ka ardhur një huaj në Shqipëri, siç është ky, edhe ças po na bën, domethënë. Edhe na ka çu vendin, veten, ne, njëri tjetrin, na ka çu në këtë lloj pike, domethënë që ne jemi, kupton, njëri kaq i vogël si ky, sado që është i gjatë kështu si kallo, po puna është që ne kishim harruar fuqinë tonë. Kishim harruar si çfarë fuqie, që unë mendoj që përballë kësaj gjende ne jemi në varr. Shkurt moment. Ky na ka futur në varr. Ka ngel vetëm me na hedh lopatën me dhe, e më na shkruajt emrin Kokoa. Shqipëria vdiq, kombi shqiptar vdiq. Kupton? Ky të gjitha i ka bë. Kështu që ky çdo që thot, ne duhet të marrim të kundërn asaj që thot. Bravo. Ky s'ka Këta ke shprehje që unë e them vazhdimisht. Çfarë thon media? Çfarë thon media? Çfarë thon ta? Merrni gjithmonë të kundërtën. Ose bëni vazhdimisht që themi të kundërtën. Merrni gjithmonë të kundërtën asaj që thuhet. Ose duhet më bëj pyetje vetes pse e tha. Pse e tha? Po. Ç'ne ky? Si ka mundsi ky? Ky që na ka vrarë aq barbarisht, na ka shah, na ka degeneruar, na ka degraduar, na ka çfarë them unë? Vestur për ju që shkoni dorë Turqisë, ato njerëz që vazhdojnë në Elbasan në Shkodër që ishte dje. Ajo është pjesë. Dëgjoj. Për ju edhe ju që ka nga ato plot që po e them pra për herë të disat në intervista ku bëj, ju që më shkruani që dilni atje në protest, që jam gjatë gjithë kohës në transmetim, edhe që më thoni, të lutem fshije pak video se kam dalë, më ke kap video që kam qenë protest. Jo valla, jo. Edhe un kam marrë riskun tim për sipër, edhe zotëria ka marrë riskun vetë për sipër. Është më e rëndësishme kjo protesta që jemi mbledh bashkë, kjo bashkësi e madhe që jemi mbledh bashkë, si sa ajo ai vendi jot i punës ose vendi im i punës ose kujtdo, domethënë. Është më e rëndësishme kjo, jemi në varr, siç po e thotë edhe zotnia. Kjo është ajo, është shumë alarmante, nuk do të harrojmë dhimbjen, si po e marrim pak edhe po precipiton pak edhe situata aty, është energji shumë e mirë, çdo ditë për vjet duke ushtuar, por nuk duhet të harrojmë për çka kemi dalë. Dhe për çfarë arsye jemi aty dhe çfarë zgjidhje duhet japim. Nuk duhet ta kthejmë vetëm këngët vallet, mesazhe patriotike, këto gjërat janë shumë mirë, nuk duhet i harrojmë, duhet t'i rikujtojmë njëri tjetrit, por nuk duhet të harrojmë dhimbjen për çka kena dalë aty. Zgjidhja vetëm mbetet rrëzimi i kësaj qeverie, zhdukja e këtij njeriu anti-shqiptar ose shqiptar vrasës. Unë nuk di se çfarë mund të bëjë një armik më tepër. Dakor? Ose nuk di çfarë mund të bëjë një kryeminist më tepër që të quhet tradhtar komi valla. Ky është tradhtar, nuk i them dot tradhtar komi se e kupton, nuk mund ta quaj dot shqiptar ja tradhtar. Se do të jesh shqiptar që të quhesh tradhtar. E kuptoj. Po nuk ishe ti shqiptar fare, çu të them unë ata si thon dot. Ato duhet më thënë një kriminal, ku diun çu më thon. Armik. Po s'ka më çdo të emër, po ti marrësh të gjithë
pjesën emrave, jo nuk bien, po me vetë të gjithë emrat e këqij, ky të gjithë i mbar. I përfshin gjithë. Ky nuk mund të shtjegësh një emër të keq, pra nuk mund të ketë ti thosh që ka këtë lloj personaliteti dhe po i them këtë. Dhe unë uroj shumë që mbasi ngjalljes tonë, që të ringjallim ne, dhe ky njeri mos jetë më, të ringjallim në qoftë edhe mendimin e miqve të vërtet amerikan dhe evropian. Jo të atyre që deshën me na fut në varr. Po të atyre që duhen me na pa tamam si një kom vlla, po themi, si shifet miku, si është në parimet më të vjetra njerëzore. Parimi i parë ka qenë nderimi për mikun. I fortë respektot doptin. Dakor? Dhe to miq amerikan, perëndimor domethënë, por ta heq nga vetja, nga barra, nga shpina, këtë turp të madh që i vun ambasadat e tyre në Shqipëri duke na shtinë në narkoshtet dhe duke na prunë në këtë situatë katastrofike ku gjenim ne, duhet të shpagojnë. Duhet të shpagojnë duke i kërkuar patjetër edhe dorëheqjen këtij, për të gjithë ato të zeza se ky ka të zeza sa dush, po duke vu edhe në ndihmë demokrat të gjithë atyre protestuesve që kanë dalë aty. Mendoj që duhet të dalin dhe t'u thonë sa te e tregojnë tamam veten që janë miq tanë, miq të shqiptarëve. Por ndryshe kjo është mik me thik mas shpina kjo. Ja, bitshme se ambasadat më të rëndësishme qoftë edhe amerikane në Shqipëri ka pas reaguar për gjëra më të vogla ku ndodh diçka domethënë. Po dishim që tani nuk reagojnë. Pa ma mensit kam thënë tek biseda që kemi bë, që kur më thej që pse nuk ngrihet populli, thash që këtë faje ka ambasadat amerikane dhe ambasadat e Evropës në Tiranë, sepse ato sa herë që dilte popullit më ngret, por duke tak ato diçetori apo zbot shu protesta apo zbot ashtu. Po tani pse s'kan reaguar, pse s'e kanë bërë këtë gjë? Janë të menu, besoj që janë të menu. Besoj që po nëse se bën atë është turpi aty në valla. Ne nuk mund të vdesim ne sepse duan ata. Ne nëse do vi puna që pas ka dëshirë Amerika apo Evropa që ne të vdesim ne, e të kënaqet Evropa dhe Amerika, dhe kështu që nga po themi kështu e njih kanë miqsinë ato me vrat tjetrin, në buk vetë, në sofër vetë, ose të një kjo s'është mësi. Atë na ka rame luftu, për komi, pra dhe, ndesa të vdesim edhe, po vdesim, atë dim që kemi vdek. Po të vdesim kështu, duke qenë gjallë, kjo është e tmerrshme. Kjo është Zoti Fitim, të falenderoj shumë për këtë bisedë dhe shumë gjëra që na rikthyet edhe nga shkuar në mënyrën si e shpjeguat gjithë dhe si e shihni dhe si e vlerësoni protestën dhe uroj që të ndodhin më mira për faleminderit dhe për mua është dhimbje. Do t'ja rithemi vetë, t'ja rikujtojmë. Për mua është dhimbje sepse nuk është thjesht për fitimin si fitim, po është dhimbje për mua, për fëmijët e mi, për fëmijët e tuaj. Pra, çdo njeri sot, duke menduar për veten dhe për fëmijën e vet, ka menduar dhe për fëmijën dhe për atë tjetrin. Dhe kështu ne mendojmë për gjithë bashkë. Prandaj ne aty në protest, qoftë i majtë i djathtë do të jetë, ne jemi shqiptar dhe nuk kemi asnjë lloj ngjyre partie. Dhe as nuk duhet pranojmë asnjë lloj ndikimi nga partitë në këtë pjesë. Se ne po luftojmë për kombin ton, pa dëmën ton. Po të ishte partitë kishin dalë më përpara dhe kishin bërë këtë punë. Po ato rrin, qose ke vure, domethënë qoftë edhe s'po i marr me emra tash, po rrin duke u servilos tyre jo evropianë perëndimor. O zotni, unë s'kam se me të servilos ty. Ti vërtet je i fortë, ti ke bomba për ta marrë, ti ke po më hecë vëlla më vrit. Po je të më vrashi si mik, këtë sa panaj. Unë do vdesi ditë, hajde, më vrit ti. Po të vi si mik, të mbuli shtikën në shpinë. Edhe këto politikanë janë thonë, ja po strategjike, po të lidhe këti më tonë, ti shkoj i bot ti për shembull se politikën e Amerikës. Se do me ditë Amerika se kush je ti politikanë i Shqipërisë i cop langaraqja atje. Jo zotni, ti po politikën e kombit tat, të ekzistencës popullit tat. Atëherë Amerika të do dhe më shumë ty. Po kur Amerika e shikon që ti s'do popullit tat, si mund të besoj ty Amerika se ti po e dashka Amerikën? Atëherë Amerika me thonë tall, dakord? Tall byutën vëlla, shkurt më bëhet. Të kujtoj se mos ka ne respekt Amerika për këtë lloj politikanësh, Amerika s'do më i pa me sy ato. Pra, normalisht, në këtë kushte që jemi, ne e kërkojmë ndihmën e miqve të mirë amerikanë dhe evropian, të vijnë në krah të protestës, të ndihmojnë, po themi në krimin e një lloj qeverie mbar kombëtare e tjetër, siç janë shkallëzimet që bën në, po themi, kur marrin në sensin politik. Mendoj se më mira është qeveri teknike apo zgjedhje parakohshme? Si është? Po tash për shkak të thjesht po e bëj edhe si një formë pyetje që e bëj edhe formë të tjera. Herë mendoj që gjithë kjo lloj administrate që është marrë me zgjedhje, kjo duhet më hapret drus po themi, po të paktën mos më e lë me shku me prek punën e zgjedhjeve. Po të shko aty patjetër duhet një qeveri teknike.
po të me profesus të fushave të ndryshme të tjera, dhe pastaj kjo të shkoj në një... Uroj që ti jemi gjithë një zëri që kjo, me sa kam dëgjuar këtu orientohet. Pastaj të shkoj në një votim kombëtar, shpalosim, po themi, dhe kjo, unë mendoj që kjo lloj kryengritje që është bërë dhe ky lloj rebelizmi duhet të krijojë një parti, po jashtë këtyre partive të këtyre njerëzve të vegjël që kanë marrë Altin. Po themi X-i, që del flet gjithë ditën nëpër televizora. Patjetër që dikush se unë e di vetë se do të thotë me dal në televizor, se duhet me paguaj sa qimet e kokës, pra dikush e paguaj lekët. Po si ka mundësi më buri të gjithë trit me kërku, po themi të jenë udhëheqësa. Ore, udhëheqësat, dhe kjo është përshësia më e madhe, udhëheqësat, liderët nëpër botë gjatë historisë kanë dalë nga lufta drejt për drejt. Napoleon Bonaparte doli në llogore zotni. Si ka mundësi tash ti çohesh aty çuni i ri tash kërkoti me qenë, ku diun, kryetar partie, kryeminist e tjerë. Po jo zotni, nuk është kështu. Në historinë njerëzore, pleqësia ka udhëheq, rinia ka luftu, ka punu, është bë vetë plak, ka marrë në dorë fatet e komit.